rritja e fëmijëve dhe edukimi i tyre. Pra edukimi i brezit të arshëm, edukimi i fëmijëve të këtij çifti është prej objektivave dhe qëllimeve madhështore të martesës. Në mënyrë që shoqëria të jetë një shoqëri e mirë, shoqëri islame, sipas rregullat e Allahut subhanahu wa taala, sipas mësimeve të profetit sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Edhe këtu kanë rol të dy prindrit, jo vetëm gruaja e cila zakonisht merret më shumë me fëmijët, po dhe bashorti dhe burri, i cili duhet që vazhdimisht i këshillojë, të dy bashkë i këshillojnë, të drejtojnë dhe orientojnë fëmijët e tyre. Allahu Jalla wa Ala thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O besimtar, o që keni besuar, mbroni vetë tuaja dhe familjet tuaja prej zjarrit. Dhe mirësia e edukimit të fëmijës nuk shikohet, mirësia dhuntia e edukimit të fëmijës nuk shikohet vetëm gjatë jetës së prindit. Por kjo mirësi vazhdon dhe pas vdekjes së prindit. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Idha mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kur vdes njeriu, punët i ndërpriten tashmë. Vetëm 3 gjëra. Sadaqatun jariya, sadaka e rrjedhshme, ilmun aw ilmun yuntafa'u bihi, dituria prej të cilës përfitohet, aw waladun salihun yad'u lahu, apo fëmia i mirë i cili bën dua për prindin e vdekur.